tjerat. Ai përpiqej të mbante një profil të vendosur, duke mos u tërhequr nga përplasjet dhe duke u shfaqur si njëri që nuk ndikohet lehtë. Por dinamika me Monikën ndryshoi krejt rrjedhën e lojës së tij. Monika, një nga figurat më të forta dhe më të komentuara të atij sezoni, ishte e njohur për strategjinë e saj të qartë, për mënyrën si provokante dhe si dinte të hynte në psikologjinë e tjetrit. Shumë shikues e kanë cilësuar si lojtare që ka bërë çorap Shqipërinë, një metaforë që nënkupton ndikimin e saj të madh në publik, në debatet mediatike dhe në rrjetet sociale. Ajo krijonte situata, nxiste reagime dhe shpesh i vendoste të tjerët në pozita të vështira. Kur Monika filloi t'i kërkonte Rogerit që të dilte nga shtëpia, situata mori për masa të tjera. Kërkesa e saj nuk ishte vetëm një fjalë e thënë në nerva, ajo u përsërit dhe u shoqërua me presion emocional, diskutime të forta dhe tension të vazhdueshëm. Për një person që kishte ndërtuar imazhin e tij mbi forcën dhe qëndrueshmërinë, kjo u kthye në një sfidë të madhe psikologjike.